presidentit. Çfarë ka në dorë Rama, çfarë ka në dorë Veliaj, çfarë ka në dorë kushtetuesja dhe çfarë i mbetet Bajram Begajt? Atëherë, Rama e ka mbyllur ciklin e tij në raport me këtë çështje po flas, sepse bëri shkarkimin Këshilli i Ministrave dhe nuk ka asnjë gjë tjetër përveç sa ti delegoj ose KQZ-s në rastin konkret zoti Celibashi për shpalljen e vakancave. Presidenti direkt pas kësaj shkresë do duhet domethënë të shpallin me dekret zgjedhjet brenda harkut kohor të 45 ditëve nga momenti kur ai logjikon ose arsyeton se do duhen të bëhen zgjedhjet. Zoti Veliaj në rastin konkret thjesht të shkojë në gjykatë kushtetuese. Nëse zoti Begaj do ta dekretojë datën e zgjedhjeve për Tiranën, çfarë i mbetet në dorë Erion Veliajt? Asnjë, thjesht ai ka atë që ka pasur në dorë ka çuar në gjykatë kushtetuese. Unë e kam lexuar apelimin, ankimin e zotit avokatëve të zotit Veliaj dhe në pjesën më të madhe, në 78% të apelimit, avokatët rrekeshin drejt idesë, domethënë që neni 62 duhet lexuar me patjetër në referencë të neni 115 të kushtetues, sepse ata duan me patjetër që çështjen ta bëjnë kushtetuese, jo administrative. Mënyra se si e ka bërë qasjen VKM-ja Këshilli i Ministrave është administrative, jo kushtetuese. Thënë këtë, mund të ndodhin dhe kjo. Tani po bëj Nostradamus në rastin konkret që brenda fatit kohor shumë të shkurtër, 5 apo 10 ditë, gjykata kushtetuese mund të mblidhet edhe thotë shpall thotë mos kompetencën sepse nuk është çështje për mua, por është për gjykatën administrative dhe ja kalon topin po themun juridikisht ja kalon gjykatës administrative. Ose rasti më të keq mund të mblidhet prapë brenda 5 apo 10 ditëve, për të mos peguar zhvillimin e zgjedhjeve, po flas gjithmonë, dhe të japin një vendim domethënë kundër apelimit, të argëzojë apelimin e zotit Veliaj dhe prapë do kemi zgjedhje. Në të gjitha shanset më të mëdha janë që Bajram Begaj të nxjerrë një datë edhe për Tiranën. Sigurisht që do të nxjerrin datë për Tiranën dhe e rëndësishme që duhet thënë, do ketë zgjedhje në Tiranë. Tani ja do bëhen brenda 45 ditëve apo do bëhen brenda 90 ditëve. Pak a shumë kjo është historia, por gjithsesi do ketë zgjedhje. Erion Veliaj nuk e ndalon dot më me asnjë lloj gjesti juridik zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës.